këto funde vinë kesh edhe përfundojnë tek mediat. Historit, ku parat në dorë mund të përdoren për të prodhuar dezinformata duken si skenar filmash. Shumë pak janë gjërmu mediat edhe ato kohëve të fundit kryesisht është nalë me zbulim të dhonave financiare për të cilat dyshoj se askush as nga mediat nuk është aq i marrë sa që me marrë funde funde dyshim të thot pej Rusisë ose pej Serbisë apo pej kinezëve. Realisht është mendimi jam është i saktë se këto funde vinë kesh. Unë besoj që kesh vinë edhe përfundojnë tek mediat që financojnë një çështje të caktuar. Ato që e di nga praktika e di që viteve të fundit, në vitin e fundit, në gjysmën e dytë të vitit të fundit e di që pej Serbia kanë qenë shumë të interesuar me fut në media agjentën gjëja se ka një konflikt të papajtueshur në mes të Vučićit dhe Miloradićit. Qysh ka ndasht të mështi? Ka ndasht në media që janë me influencë, personat që kanë ndikim në opinion publik, që ta korruptojnë një 200.000 euro në mënyrë që me përhap në popullatën e Kosovës se Vučići dhe Radojčić nuk janë në një linjë të njëjtë. Historit, ku parat në dorë mund të përdoren për të prodhuar dezinformata duken si skenar filmash. Por në disa dosje hetimore të ngritura nga autoritetet e vendit, janë hedhur teza se mjetet e shërbimeve sekrete janë përdorur për të ndërtuar narrativa dezinformuese. Në hetimin e prokurisë special, i njohur si rasti i agentit Sheholli, u ekspozua prova se një shqiptar nga Kosova kishte marrë para nga bija serbe për të prodhuar dhe shpërndar informacione në Kosovë. Në të dhënat publike dhe në hetimet e tjera deri më tani nuk është vërtetuar një ndërlidhje e qartë mes financimeve të tjera direkte. Megjithatë, në gjurmimin financiar të financimit të mediave në Ballkan, ulëmtuesit kanë gjetur se mjetet e kompanive ruse janë investuar në vazhdimsi në media të ndryshme. Po kohëve të fundit i kemi gjurmuar paranë e mediave, mirë po është mendimi jam parat e pista ose parat e zeza, të cilat vinë, unë kam dyshimet moja që vinë për mes bankë. Ato para vinë dorë mas dore. Do thot, gjitha mediat, nuk kemi rast që kemi një media penalisht ose që kemi dyshuar të saktë se ka fonde të dyshuara të sakta qëllëmkëqia, po sigurisht se ka.